Saranda do të jetë dega e parë në qarkun e Vlorës, e cila do të zhvillojë zgjedhjet për kryetarin e ri të saj, e ndërsa për Vlorën, Selenicën dhe Himarën, por edhe për bashkitë e tjera ku Partia Demokratike ka degët e saj, nuk janë shpallur zgjedhjet. Për Sarandën duket se është përcaktuar data 22 shkurt, e cila tashmë është zyrtarisht edhe si data ku demokratët do të votojnë përmes parimit një antar një vot për kryetarin e ri të degës. Në garë janë dy kandidat, Matilda Qurku dhe Kreshnik Shehu, ndërkaq sipas vendimit të publikuar nga Partia Demokratike Shqiptare, bazuar në nenin 26-33 dhe 48 të statutit Partisë Demokratike Shqiptare dhe vendimit numër 86 datë 18 nëntor 2025 të kryesisë së Partisë Demokratike Shqiptare, kryesia e Partisë Demokratike Shqiptare vendosi miratimin e kandidaturave për kryetar të degës së Sarandës sipas aneksit bashkëngjitur, thuhet në udhëzim. Zgjedhjet e degës duhet të zhvillohen më datën 22 shkurt, thuhet në vendimin e firmosur nga kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha dhe sekretari i përgjithshëm Flamur Noka. Ndërkaq, me njëherë pas këtij vendimi, dy kandidatët për kryetar të Partisë Demokratike të Sarandës kanë reaguar nëpërmjet statuseve në rrjetet sociale. Kandidatja Matilda Qurku thotë se merr përgjegjësi të plotë dhe bindjen politike për të shpallur kandidaturën e saj për drejtimin e degës së Partisë Demokratike Sarandë. Prej vitesh kam qenë pjesë aktive e Partisë Demokratike, si dhe antare e kryesisë së degës, kryetare e degës, antare e Këshillit Kombëtar dhe kandidate për deputete, duke kontribuar me përkushtim, qëndrueshmëri dhe pa kompromis në mbrojtje të vlerave tona. Kam zgjedhur gjithmonë të jem aty ku ka nevojë për punë reale, jo për zhurmë, shpreh Qurku. Ajo thot se Saranda nuk ka nevojë për premtime boshe, por për punë, guxim dhe bashkim. Ka nevojë për një zë që nuk trembet, që nuk lodhet dhe nuk harron pasi hyri në politik. Unë vi me bindjet e mia, me përvojën time, me gabimet dhe mësimet e mia, por mbi të gjitha vi me zemër, thot kandidatja për kryetare e Partisë Demokratike në Sarandë. Ajo thekson se kërkon votën dhe besimin e demokratëve për të ndërtuar së bashku një degë më të fortë, më të bashkuar dhe më përfaqësuese. Po ashtu, reagim ka patur edhe kandidati tjetër për kryetar të Partisë Demokratike në Sarandë, Kreshnik Shehu. Ai thotë se vota ime e parë në moshën 19 vjeç ishte për Partinë Demokratike, që nga ajo ditë kam qenë pjesë aktive e strukturave të Partisë Demokratike, duke kontribuar me bindje dhe përkushtim në çdo fazë të rrugëtimit të saj. Kandidati Shehu thekson gjithashtu se me përvojën e tij si jurist dhe me ndjenjën e përgjegjësisë ndaj çdo antari, ka vendosur të kandidojë për kryetar të degës së Partisë Demokratike në Sarandë. Jam i bindur se drejtësia, transparenca dhe bashkimi duhet të jenë parimet që udhëheqin degën tonë drejt një faze të rebesimi dhe force politike. Ju ftoj të më besoni votën tuaj me 22 shkurt 2026 dhe të ecim së bashku drejt një Partie Demokratike më të organizuar, më të drejtë dhe më pranë qytetarëve, përfundon kandidati Kreshnik Shehu. Ndërkaq që ende nuk ka një datë se kur do të zyrtarizohen kandidatët për kryetar të Partisë Demokratike në Vlorë. Në të gjitha degët e qarkut, kryetari i ri i Partisë Demokratike do të zgjidhet përmes parimit një antar një vot.